Ina Aderi ka shpërthyer në tone të ashpra ndaj Stenaldo Mohillit, duke krijuar një nga përplasjet më të forta të fundit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Debati, që nisi si një shkëmbim fjalësh, degradoi shpejt në akuza personale dhe një gjuhë të rëndë, duke tensionuar jo vetëm marrëdhënie mes tyre, por edhe atmosferën në shtëpi. Gjatë përballjes, Ina akuzoi Stenaldon për sjellje të papërshtatshme ndaj vajzave të formatit, duke pretenduar se ai shikon çdo femër që hyn në shtëpi. Ajo përdori edhe etiketime fyese, duke e quajtur mantiak dhe palaço, deklarata që u konsideruan nga shumë banor si tejkalimi kufive të debatit normal në lojë. Fjalët e saj u thanë në një moment nervozizmi të lartë, por kjo nuk e zbuti as pak peshën e tyre. Nga ana tjetër, situata u bë edhe më ndjeshme për publikun jashtë, pasi Stenaldo është i verbër, një fakt që nxiti reagime të forta në rrjetet sociale. Shumë ndjekës e pan gjuhën e përdorur si të papërshtatshme dhe fyese, duke kërkuar reflektim dhe madje masa nga produksioni. Komentet online u ndan mes atyre që e konsiderojnë situatën si pjesë të presionit psikologjik të lojës dhe atyre që mendojnë se janë kaluar limite etike. Përplasja nuk mbeti vetëm te kjo akuzë. Ina përmendi edhe raportin e krijuar me Stenaldos dhe Keisit, duke lënë të kuptohet se sipas saj ai po e përdor afrimitetin në mënyrë strategjike. Kjo shtoi më shumë tension në trekëndëshin social mes tyre, duke e kthyer situatën në një çështje që pritet të ndikojë në dinamikat e ardhshme të shtëpisë. Ndërkohë, edhe Keisi është përfshirë në polemika, pasi sipas banorëve dhe reagimeve online, edhe ajo ka përdorur gjuhë të papërshtatshme në lidhje me këngëtarin gjatë diskutimeve të nxehta. Kjo e ka zgjeruar debatin nga një konflikt individual në një çështje më të gjerë që prek respektin dhe kufitë e komunikimit brenda spektaklit. Tani mbetet për të parë nëse produksioni do të ndërhyjë me ndonjë paralajmërim apo ndëshkim disiplinor, pasi situata ka kaluar nga një debat loje në një incident që ka ndezur reagim të fortë publik. Përplasja mes Inës dhe Stenaldos pritet të ketë jehon edhe në prime, ku zakonisht trajtohen temat më të nxehta të javës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.